Ju nderoj. Bravo. Për jashtë të gjithë. Allahu ju nderoj, Allahu ju bekoj. Allahu ju pastë në kujdesin e tij. Por po them se institucioni Zoti bekoj ne filluam me Rahmetiu, i cili ka kaluar prej kësaj jete. Hafiz Sabriu dhe nderuar. Edhe me befti i tjerë që të gjithë thuaj se kanë kaluar prej kësaj jete. Edhe unë isha 7 vjeç, si për e tha sa mendja Allahu e bekoj. Kur unë bëllë, po vaj ishte hoqë, i vendosë. Ka rësë atyre presioneve të jashtë zakonshme, a i tha, komunistët, nëse do të një gjone ka të në Shqipëri, është do feja të mu do t'jemi funit i do t'a marrë. Pra, nuk do të në sfitojë. Dolim në 90-ën, dhe xhamin e parë kemi hapët në lajtë të time, në kalat prezës, dhe se gjithë një qenë e time. Mas asaj, kemi hapë një xhamin që rek, një magazin plehut kimik. Në pas asaj, kemi hapë xhamin aty ku unë jam imam sot, në periferik Fushkrujës. Në pas asaj, bashkë me babaj kemi hapë xhamin e Allamenasit ku sot shërben drejton Rahmani Allahu e bekoj. Në pas asaj, kemi hapë xhamin e Mazhës. Në pas asaj, kemi hapë xhamin e Bukit. Në pas asaj, kemi hapë edhe xhamin ku jemi bashkë në lajtë të nëmë në parë. Pa xhamon, pa trull, pa askesan. Vetëm një gjangë imanin, besimin, edhe ato pak dhije që alhamdulillah pra ne kishë të rrgu dhe rahmetiu. Vallaj, kemi shërbeja, ashtu si kemi shërbeja për mendi kryetari Allahu e bekoj, me shumë vështirësi, por Allahu na ndihmoi. Pse? Po do të ketë dorë ju dash për Allahu e bekoj. Shaka, gjona që lehen, gjona që mahen, vetëm në këtë fejtë do të me pas me gjithë. Pra, po do të ketë ato, vetëm këto jo. Edhe në alhamdulillah Allahu na ndihmoi. Pra, po i bëjmë rreth 85 vite, pa u ndryshuar nga vendi, babai kaloi për kësaj jete, e unë vazhdoj akoma atje. Edhe Allahu na ka begatuar, po inshallah, sikur po flisni ju mirë për ne, inshallah kemi shtitje edhe tek Zoti i Gjallëve. Një parafolës që një gjohë ashtu tha, Zoti e bekoj përftiun e Sarandët. Tha, i përmendi bukur ato shpyllat. E pra, nëse s'kemi të parë, nëse s'lidhme ke i pari, nëse s'lidhme ke kryetari për gjithë të shpyllat, vallahi është e sigur që të shenda. Kështu që ju pashëm edhe ju inshallah. Ju peshë dhe Zotit. Allah e në rëmë tjerë. Inshallah të shërbim për jetë Zotit. Na e pone Allah, po inshallah kemi morë disa sadaka për në njëri këto minutat të e për.